Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona si gjithmonë janë për Allahun, Zotin e botëve, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedin, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Të nderuar teleshikues, po takohemi edhe sot me lejen e Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me disa këshilla të përzgjedhura nga dietarët musliman. Etika në përgjithësi është diçka për të cilën duhet të dallojë besimtari. Kjo për shkak të përmbajtjes fetare që ka, e veçmas etika me Zotin, e cila është edhe çështje akaidologjike, pra çështje që ka të bëjë me besimin. Prandaj ne shohim dietarët musliman për gjatë gjithë kohës tek i kushtojnë një rëndësi të veçantë etikës. Ne sot para jush do të përcjellim disa këshilla të një dietari të madh, të një dietari enciklopedik, Xhelaluddin Suyutit, sa i përket etikës. Imam Suyuti, Allahu mëshiroft, ka thënë kësaj: sikur të rriturit të kishin në raport me Zotin disa veçori dhe tipare që i kanë fëmijët, ata do të ishin bërë evlia. E para, nuk interesohen, nuk preokupohen shumë për furnizimin. E dyta, kur sëmurën, nuk e fajsojnë Zotin. E treta, kur han bashk me njëri tjetrin. E katërta, kur friksohen çajin, dhe e pesta, kur hasmërohen, nuk e mbajnë gjatë hasmërin. Pra, janë 5 gjëra, janë 5 tipare që nëse ne të rriturit do t'i kishim, atëherë do t'ishim bërë evlia, do t'ishim bërë të dashur për Allahun te bareke ve teala. Se sa janë të rëndësishme këto këshilla, flet fakti se ato nuk synojnë që të rregullojnë raportet tona vetëm me Allahun te bareke ve teala, nga se kjo do të ishte gjysmake, mirë po synojnë që krahas lidhjes tonë me Allahun te bareke ve teala na udhëzojnë edhe për mënyrat se si ne t'i ruajmë raportet me të tjerët. Se çfarë në të vërtetë fshihet në këto këshilla, ne do të mësojmë pak më vonë me lejen e Allahut te bareke ve teala, por fillimisht duam që të bëjmë një prezantim të shkurtër, një përmbledhje biografike të këtij dietari të madh Xhelaluddin Suyutit, Allahu e mëshiroft. Imam Suyuti konsiderohet prej atyre dietarëve që janë enciklopedik. Është autor i qindra veprave, madje disa kanë numëruar deri në 600 vepra të cilat ai i ka shkruar. Pra, dallohet prej dietarëve tjerë për numrin e madh të veprave të cilat ai i ka shkruar. Është një prej atyre dietarëve që i janë përkushtuar me tërqenjen e tyre përpirimit të veprave. Përmendet diku se ndoshta më shumë se 20 vite, qysh nga mosha 40 vjeçare, është ndarë tërësisht nga jeta publike dhe nuk ka bërë asgjë tjetër përveç shkrimit të veprave. Ka lindur në vitin 849 sipas hijretit, ose në vitin 1445 sipas llogaritjes son. Emrin e plot e ka Abdulrahman bin Ebi Bekr bin Muhammed. Ka mbetur jetim qysh i vogël. Baba i tij ka vdekur në moshën 5 vjeçare. Por imami ynë Xhelaluddin Suyuti, Allahu mëshiroft, ka qenë i dalluar për aftësinë dhe zgjuarsinë cilën Allahu te bareke ve teala ja ka dhënë. Prandaj ende pa i mbushur 10 vite e ka mësuar tër Kur'anin përmendsh. E menjëherë pas Kur'anit ka mësuar edhe vepra të tëra, libra të tërë, i ka memorizuar dhe të cilët e kanë ndihmuar që të arrijnë një grad të dijes shumë shpejt. Madje përmendet se si 17 vjeçar ka marrë lejen që
ta ligjeronte lëndën e gjuhës arabe, pra ka dhënë mësim gjuhën arabe duke qenë në moshën 17 vjeçare, ndërsa në moshën 27 vjeçare ka marrë autorizimin ose licencën ose lejen që edhe të jep fetva. Dietarët kanë përmendur se Imam Xhelaluddin Suyuti, Allah e mëshiroft, ka pasur disa raporte, nëse mund t'i quaj paksa të ashpra, me disa bashkohës të tij, me disa dietarë të kohës, prandaj kjo e ka bërë që ai të izolohet dhe t'i përkushtohet shkrimit të veprave duke lënë pas vete kështu një korpus të madh të veprave të çmuara, veprave kapitale, siç janë për shembull mesin e tyre El-Itqan fi ulumil Quran, pastaj librat El-Jami'u Sagir, El-Jami'u Kebir, pastaj librin tefsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, pastaj librin Hadith Ad-Dibaj ala Sahih Muslim ibn Hajjaj, pastaj libri tjetër në hadith Asbabu Wurud al-Hadith, pastaj libri në shkencat kuranore Esraru Tertibil Quran, pastaj libri Tadribu Rawi fi Sharh Taqrib an-Nawawi, pastaj libri Husnul Muhadara fi Akhbar Misr wal Qahira, si dhe libri Tarikh al-Ulafa. Pra janë disa libra që neve që i përmendëm sa për ilustrim, ndryshe ashtu edhe siç përmendëm Imam Suyuti, Allah e mëshiroft, ashtu si disa biograf kanë përshkruar, kam parafërsisht 600 libra të cilat i ka shkruar gjatë jetës tij. Imami ka vdekur me 20 tetor të vitit 1505 në Kairo, ku edhe është varrosur. Tani me lejen e Allahut te barek ve teala, ne do t'i kthehemi disa këshillave që imami na i ka dhënë që ne i prezantuam para jush, por më parë të nderuar teleshikues do doja që përmend diçka që konsideroj se mbase mund tua këtë tërhequr vëmendjen tuaj gjatë prezantimit të këshillave të tij. Imami ka thënë se sikur të rriturit të kishin në raport me Zotin 5 cilësi që i kanë fëmijët, do t'ishin bërë evlia. Pra ka bën një krahasim me fëmijët, jo për t'i ulur dietarët, jo për t'i ulur të rriturit, Zoti mos e dhënë, por për të bën një krahasim, një tërheqje paralele ndërmjet disa gjërave që ne si robër që jemi të vegjël në raport me Allahun te bareke ve teala, duhet të kemi të gjithë. Ajo që në vërtetë unë doja të përmend këtu është se edhe nëse do të na duhej që të marrim ndonjë këshill, ndonjë mësim nga të vegjëlit, mosha nuk do duhej që të na pengonte. Për shkak se ju e dini që urtësia është diçka që është e jona, dhe ne kudo që e gjejmë dhe tek kushdo që e gjejmë e marrim pavarësisht vendit, pavarësisht kohës dhe pavarësisht moshës. E marrim edhe nga fëmijët, madje kanë marrë ata që kanë qenë dietar të mëdhenj. Në librin Muqaddimatu Hashiyet Ibn Abidin përmendet se një ditë imami i madh, dietari i vlerësuar, imami Ebu Hanife, e kishte parë një fëmijë i cili luante në balt, luante në lloç, dhe i kishte thënë, ke kujdes se mund të rrëshesësh. Fëmia ja kishte thënë një fjalë imamit, e cila kishte ndikuar shumë tek imami. I kishte thënë, iyyaka anta min as-suqut, li'anna suqut al-alim, suqut al-alam. I kishte thënë, kujdes ti o imam, sepse po rrëshit e ti, rrëshet e tërë bota. Pra, po gaboj dietari, atëherë pasojat e gabimit të tij do t'i vuan një ummet i tërë. Pra, imami Ebu Hanife është ndikuar nga kjo fjalë e këtij fëmije dhe thuhet që pas kësaj fjale nuk ka dhënë ndonjë fetva pa mos e studiuar më parë mirë meselen dhe pa mos e diskutuar me talebet apo me nxënësit e tij. Pra, ajo që ne duam të themi është se urtësia është mall i joni. Urtësia është ajo që neve e kërkojmë dhe kudo që e gjejmë e marrim atje
edhe nëse e gjejmë tek fëmijët. Tani, na lejoni që të kthehemi me lejen e Allahut te bareke ve teala dhe të shpjegojmë disa, të bëjmë një përmbledhje rreth këtyre 5 këshillave që Imam Suyuti ka dhënë, Allahu e mëshiroft. Këshilla e parë e imamit ka të bëjë me mosbrengosjen për furnizimin. Pra, ne të rriturit duhet që të jemi të lidhur aq fort me Allahun te bareke ve teala, saqë çështja e furnizimit mos paraqet një frikë të tepërt tek ne. Mos paraqet një frikë të atillë e cila na mbush stres, e cila të ardhmen na e përshkruan se diç të pamundshme për ne, se diç të rrezikshme, për arsye se kjo nuk përkon me besimtarin. Sigurisht se do doja që ta keni të qartë dhe ta keni parasysh se ndërsa e themi këtë, ne në asnjë rrethon nuk bëjmë thirrje që besimtari të jetë pasiv, të jetë dembel, të mos punoj, jo Zoti mos e dhan. Mirë po, kemi dëshirë që besimtari të ndjek një vit të mesme ndërmjet asaj frikës e cila në një farë forme gati sa nuk e ngulfat për të ardhmen dhe ndërmjet kësaj shpërfillës e cila e shndron në dembel, në pasiv dhe rrjedhimisht edhe në lyps. Besimtari e kryen atë me të cilën është ngarkuar, por as edhe njëherë të vetë me çështja e rrezikut nuk e preokupon së tepërmi për faktin se e di se çdo gjë është caktuar nga Allahu te bareke ve teala dhe se ajo që është shkruar për të, ai edhe do ta merr. Mu për këtë arsye dietari i madh Ibn Kayyimi, Allahu mëshiroft, ka thënë mos e bart gajlen e rrezikut, sepse rreziku është prej Allahut te bareke ve teala. Pra, bëje atë që ti je urdhëruar ta bësh. Krye atë që ti je urdhëruar ta kryesh. E pastaj mbështetju Allahut te bareke ve teala se ajo që është shkruar për ty, ajo edhe do të vjen. Është interesante se kur këto botkuptime, këto domethënie, këto koncepte mishërohen me besimin, ato prodhojnë besimtarë të cilët janë vërtet për të duar trokitur. Dietarët musliman kanë përmendur rastin e një malsore, i cili madje nuk dihet me emër, i cili madje mund të mos ketë pas edhe dije të madhe, por që ka pas bindje të madhe në Allahun te bareke ve teala. Dikush i ka thënë se një buk është rentuar dhe është bërë 1 dinar. Ai ka thënë, aq më bën mua. Jo një buk, por edhe nëse një kokër e grurit bëhet 1 dinar, nga se rrezikun tim e ka caktuar Allahu te bareke ve teala dhe se ajo që Allah më ka urdhëruar ta bëj, unë po e bëj. Allah më ka urdhëruar që unë ta adhuroj. Dhe unë tani që po e adhuroj Allahun, pres që Allahu të më jap atë që më ka premtuar. Pra, unë e adhuroj, Allahu më furnizon, nga se Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun", jo rizkun, furnizimin i darën tuaj dhe atë që ju është premtuar e keni në qiell tek Allahu te bareke ve teala. Pra, dikush që ka këto bindje, dikush që ka këtë besim, që ka këtë mbështetje në Allahun te bareke ve teala, ai nuk bëhet i varur nga shkaqe tjera, ai nuk vuan nga depresioni, nga stresi, nga frika për të ardhmen. Jo, ai i është mbështetur Allahu te bareke ve teala, për arsye se e ka kuptuar drejt çështjen e rrezikut, e ka kuptuar drejt çështjen e furnizimit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kësaj: "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha." Vërtet ka ardhur Xhibrili, i cili më ka frymëzuar se asnjë njeri nuk do të vdes pa mos i ardhur e gjeli më parë. O të stau'iba rizqaha, dhe pa mos e marrë atë që i është shkruar nga Allahu te bareke ve teala. Pra, askush nuk do të vdes përderisa tërë furnizimin që ja ka shkruar Allahu te bareke ve teala
të mos e merr. Madje Muhamedi alayhis salatu wassalam në një hadith tjetër ka thënë, sikur njeriu të ikte nga rreziku, siç ikën nga vdekja, do ta zinte rreziku ashtu siç e zë vdekja. A mund t'i shpëtoj dikush vdekjes? Jo. Po kështu nuk mund t'i shpëtoj as asaj të cilën Allahu te bareke ve teala e ka shkruar për të. Pra ajo që neve na intereson dhe që synojmë nëpërmjet kësaj është që ky koncept i ymë për rrezikun, ky koncept i ymë për furnizimin, të prodhoj një qetësi shpirtërore e cila na shkarkon nga stresi, nga frika, ndryshe ashtu siç kanë përmendur dietarët, hadithi që ne veç e cituam, hadithin në cilin Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë se Xhibrili ka frymëzuar që askush nuk do të vdes pa i ardhur Exheli dhe askush nuk do të vdes pa e marrë atë që Zoti ja ka shkruar, prandaj kërkojeni furnizimin në mënyrën më të mirë të mundshme. Dietarët duke u bazuar në këtë hadith kanë thënë prej nesh, njerëzve besimtarve, kërkohet që ne i darën furnizimin të arrim në mënyrë legjitime, nëpërmjet rrugëve të duhura dhe e dyta përcaktimi i rrezikut, kaderi. Fakti se Allahu xhallahu ala e ka shkruar rrezikun për ne, nuk nënkupton që ne të mos e braktisim punën, nga se, siç kanë përmendur dietarët, rreziku i garantuar nuk nënkupton që ta braktisësh punën e urdhëruar. Zoti na ka urdhëruar që ne të punojmë dhe na ka thënë se kur ne angazhohemi, Allahu te bareke ve teala neve do të na furnizoj. Ajo që dietarët musliman kanë synuar në radhë të parë me këto këshilla është diçka që është klasifikuar në terminologjinë e tyre se shkak jo materiali furnizimit. Shkaku material është kur ne punojmë, kur ne angazhohemi në tregti, kur ne mundohemi që nëpërmjet marrëdhënieve tregtare me të tjerët të fitojmë. Ndërsa shkak jo material është bindja, shkak jo material është fetaria, shkak jo material është devotshmëria. Allahu ka thënë në Kur'an famadh: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ai njeriu i cili ka frikë Allahun, Allahu do ta furnizoj atë, do ta begatoj atë prej nga nuk e kujton fare. Pra prej nesh kërkohet që bindjen në Allahun te bareke ve teala ta kemi në nivelet më të larta, sepse duke pasur këtë bindje ne do të arrim furnizimin. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë po kështu: "Men sarrahu an yubsata lahu fi rizqi au yunsa lahu fi athari falyasil rahima." Ai njeri i cili ka dëshirë që Allahu t'ia zgjeroj pasurinë dhe Allahu t'ia zgjat jetën, le t'i mbaj lidhjet farefisnore. Pra në qoftë se ne kemi një raport të mirë me farefisin, atëherë kjo mund të ndikoj që Allahu te bareke ve teala neve të na zgjeroj pasurinë dhe të na i shtoj të mirat. Pra bëhet fjalë për një lidhje të fuqishme me Allahun te bareke ve teala. Shkaqet jo materiale janë ato që na lidhin fuqishëm me Allahun te bareke ve teala, na bëjnë deri në atë nivel që, siç na ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, sikur ju të mbështetet sinqerisht në Allahun te bareke ve teala, Allahu do t'ju furnizonte juve ashtu siç ju furnizon zogjt, të cilët gdhin në mëngjes me barkun e zbrazët, ndërsa kthehen në mbrëmje në strofën e tyre me barkun plot. Pra në qoftë se ne kemi bindjen në Allahun te bareke ve teala, në qoftë se ne kemi këtë lidhjen me Allahun te bareke ve teala, atëherë Allahu do të na furnizoj prej nga nuk e kujtojmë fare. Dhe prej nesh kërkohet që besimi ynë të reflektoj, bindja jo në Allahun te bareke ve teala të reflektoj dhe ne të mbështetemi në të sinqerisht. Do të bëjmë, të nderuar vëllezër, një pauzë të shkurtër me lejen e Allahut te bareke ve teala,
për të vazhduar më pas me këshilla tjera të cilat kanë një ndërlidhje interesante ndërmjet vete dhe të cilat, siç tham, na mundsojnë që edhe në raport me Allahun te bareke ve teala, por edhe në raport me njëri tjetrin, të kemi një etik, një sjellje e cila vërtet ka rëndësi nga se na bën që të jemi përfaqësues dinjitoz të fesë sonë të qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e imamit ton, Imam Sujutit, Allahu e mëshiroft. Këshilla e dytë që imami ka dhënë ka të bëjë me një etikë të veçantë për cilën mbase dallohen vetëm besimtarët. Fjala është për etikën me Allahun te bareke ve teala. Ajo që imami kërkon prej nesh është që nëse na ndodh diç në jetën tonë, diç që është e dhimbshme, diç që nuk është e këndshme për nefsin ton, atëherë të mos e fajsojmë Allahun te bareke ve teala. Pra, prej nesh kërkohet që në raport me Zotin të kemi një etikë e cila edhe bindjet, por edhe shprehjen në e bën të veçantë. Dhe këtë në të vërtetë ne e mësojmë edhe në Kur'anin famadh, edhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, kur marrim instruksione, marrim udhëzime, marrim këshilla se si ne të jemi të dalluar për etikë me Zotin. Për shembull, në kapitullin Fatiha, Allahu i madhruar kur përmend udhëzimin në rrugën e drejtë, thot siratal ladhina an'amta, o Zot, ne të lutim që neve të na udhëzosh në rrugën e mirë, në rrugën e atyre ndaj të cilëve ti ke shfaqur mirësitë tua. Pra, po përmendet rruga e mirë dhe Allahu po madhrohet, po lavdohet duke i thënë o Zot, ti i je treguar i mirë me këta njerëz i ke udhëzuar në rrugën e drejtë. Ndërsa kur bëhet fjalë për ata me të cilët Zoti është i hidhëruar dhe ata që janë të humbur, nuk thuhet se Allahu i humbi, se Allahu i bëri që të devijojmë. Mi po thuhet gairil magdubi alejhim waladdallin, o Zot, ne duam që të mos jemi me ata që ndaj tyre është zemrimi, hidhrimi dhe të cilët janë të humbur. Pra, në rastin e parë kur bëhet fjalë për rrugën e mirë, rrugën e drejtë, Zoti lëvdohet dhe përmendet se ai e ka bërë këtë gjë. Ndërsa në rastin e dytë, kjo nuk i atribuohet Allahut te bareke ve teala. Nga se kështu Allahu na mëson, kështu na kanë mësuar të dërguarit e tij. Për shembull, Ibrahimi alayhi salam ka thënë kur unë të sëmurëm, Allahu më shëron. Wa idha marid fa huwa yashfin, kur unë të sëmurëm, Allahu më shëron. Edhe pse sëmundja është prej Allahut nga se është sprov, megjithatë Ibrahimi alayhi salam nuk ja ka atribuar Allahut xhallahu ala sëmundjen, por ja ka atribuar vetes së tij, ndërsa shërimi që është i mirë ja ka atribuar Allahut te bareke ve teala, dhe ashtu siç kanë thënë dietarët, kjo nëse flet për diç, flet për edebin, flet për etikën, flet për edukatën që besimtari duhet ta ketë me Allahun te bareke ve teala. Po kështu në kapitullin Kehf, Allahu duke na folur për Musa alayhi salam, thot përmend Musa alayhi salam i cili harresën nuk ja atribuon Allahu, thot wa ma ansani illa shejtan, mua djalli mallkuar më bëri që unë të harroj. Pra, harresën diçka që nuk është e mirë, nuk ja ka përshkruar Allahu xhallahu ala, por ja ka përshkruar djallit mallkuar. Në këtë kapitull, Allahu xhallahu ala ka përmendur edhe Khidrin alayhi salam, i cili kur flet për anijen dhe veprimin që e bën duke shpuar atë, thot fa arad an uibaha, unë isha ai që desha ta dëmtoj këtë anije në mënyrë që mbretjet të mos e merr. Ndërsa kur flet për zbulimin atij thesarit, nga i cili varej e ardhmja e dy djermoshave, thot fa arada rabbuk an yablugha ashuddahuma, ishte Zoti yt Allahu ai i cili deshi që
këta fëmijë ta gjejnë këtë thesar kur ta arrin pjekurin e vet. Pra, kur është në pyetja anija dhe veprimin të cilin e ka bërë Hidri alayhis salam, ja ka përshkruar vetes së tij. Ndërsa kur ishte në pyetje gjetja thesarit, atëherë për shkak se është diçemin nga e cila kam përfituar dy jetim, ja ka përshkruar Allahu te bareke wa taala, dhe këtë jo për tjetër, vetëm se që të tregoj edukat të madhe me Allahun te bareke wa taala. Ky është mendimi i mirë për Zotin. Dhe dietarët kanë përmendur se mendimi i mirë për Zotin bën mrekulli, bën gjëra që madje as ilaçet nuk mund t'i bëjnë. Ibn Muflihu, Allahu mëshiroft, ka thënë, kthimi ka Zoti, kërkimi i kënaqësisë së tij, lidhja me Zotin, bën sjellë të mira dhe largon të këqija çfarë ilaçet e mjekëve nuk mund t'i bëjnë. Pra nëse ke bindjen Allahun te bareke ve teala, nëse ke këtë edukatën e lartë me Allahun te bareke ve teala, atëherë kjo do të ndikojë tek ti dhe do të bëjë që ato të mira që nuk mund t'i marrësh nëpërmjet rrugëve të mjekëve, ilaçeve, t'i marrësh, ose të them më mirë, ato të mira që mund t'i përfitosh nga kurimi, nga mjekimi, qoftë edhe tek mjekët më të dalluar, mund t'i marrësh edhe shumë më shumë duke u mbështetur në Allahun te bareke wa taala. Të nderuar, ne durojmë, sa herë ndodh një sprovë, një e keqe, durojmë për shkak të mendimit të mirë që kemi për Allahun te bareke wa taala. Durojmë për shkak të bindjeve, konceptit, botkuptimit që kemi për sprovën. Sprova, qoftë edhe sëmundje në trup, nuk është dëshmi se dikush është i përdal ose është në rrugën e gabuar. Nga se Muhamedi alayhis salam ka thënë, kur Allahu ta doj dikë, Allahu e sprovon. Pra sprova jo detyrimisht tregon se dikush është në rrugën e keqe, përkundrazi. Ajo tregon tek besimtari më shumë se ai është i dashur i Allahut xhallahu ala se sa çdo gjë tjetër. Durojmë nga se përdorim ka shpërblim të madh. Ka shpërblim të atill që i shlyen mëkatet. Muhamedi alayhis salam ka thënë, nuk ndodh që besimtari ose besimtarja të sprovohen në shëndetin e tyre, në familjen e tyre, në pasurinë e tyre, e që të mos e takojnë Allahun te bareke ve teala të pastër nga gjitha mëkatet. Pra, ato sëmundjet e vazhdueshme, ato belat e vazhdueshme që ndodhen, ato sprovat e vazhdueshme që ndodhen, ato në të vërtetë kanë efekt që na pastrojnë nga mëkatet. Prandaj një besimtar që sprovohet vazhdimisht, ai pastrohet nga mëkatet derisa të mbetet i pastër tërësisht dhe tek Allahu te bareke ve teala të del pa bërë as edhe pa pasur as edhe një mëkat vetëm. Për këtë arsye Muhamedi alayhis salam ka thënë që në ditën e llogarisë besimtarët të cilët nuk kanë qenë sprovuar, kur të shohin se çfarë shpërblimi kanë besimtarët e sprovuar, do të donin që madje mishi i tyre në këtë botë të ishte prerë me gërshër. Pra, kishim përjetuar sprova të atilla deri në masakrim, nga se kur shohin çfarë shpërblimi kanë pasur besimtarët e sprovuar, edhe ata janë privuar prej këtij shpërblimi, do donin që sikur në dynja të kishin pas sprovat dhe belat më të mëdha. Këshilla e tretë që Imam Suyuti na jep, Allah mëshiroft, ka të bëjë me solidaritetin me të tjerët. Ai thotë se ne duhet ta ndjekim atë praktikën e fëmijëve të cilët kur han bashk. Në të vërtetë ngrënia bashk ose ndarja e ushqimit me të tjerët është moral i lartë i Islam, cilit i kanë kushtuar rëndësi edhe Kur'ani edhe Sunneti. Ka shumë arsye pse ne duhet ta ndajmë ushqimin me të tjerët. E para se po e ndam nuk është se do të vdesim urie, nga se Muhamedi alayhis salam, siç është vërtetuar në hadith të saktë, ka thënë ushqimi i një personi
i mjafton 2 personave. Dhe ushqimi 2 personave i mjafton 4 personave. Pra atë ushqim që ne ham mund të ndajmë në gjysmë dhe një pjesë t'ja japim dikujt tjetër dhe kësaj të vazhdojmë që të jetojmë pa u dëmtuar fizikisht. E dyta, nëpërmjet ndarjes së ushqimit, ne arrim që të përmbushim një nevojë tonën, mirë po edhe të shpërblehemi. Muhamedi alayhis salatu wassalam, duke folur për ushqimin më të mirë, nuk ka përmendur llojin e ushqimit, nuk ka përmendur mishrat, e as gjellrat. Ushqimi më i mirë tek Allahu te bareke wa taala është ai që përzihen më së shumti duart në të. Pra, është ai ushqim që han më shumë prej tij njerëzit, më shumë musafir, më shumë njerëz me të cilët e ndan ushqimin, atëherë ky ushqim është ushqimi më i mirë dhe më i dalluar tek Allahu te bareke wa taala. Pra, sa më shumë që ne ta ndajmë atë ushqim, aq më shumë shpërblehemi dhe aq më i mirë dhe më i vlerësuar tek Allahu te bareke wa taala bëhet ai. Nga se, nderuar vëllezër, dietarët muslimanë kanë përmendur që janë disa gjëra, disa kushte, disa elemente, cilat një ushqim e ngrisin deri në nivelin e përsosërisë. Kanë thënë që një ushqim të jetë i plot, të jetë i mirë, ai duhet i plotësoj 4 kushte. E para, që të jetë halal, e dyta që të thuhet bismillah në fillim të tij, e treta që kur të mbaroj të thuhet elhamdulillah, ta falendrosh Allah, dhe e katërta që të hanë sa më shumë njerëz prej tij. Pra nëse dëshiron që ta kesh një tryezë të përsosur, atëherë rreth saj duhet të kesh mysafir sa më shumë, njerëz nevojtar sa më shumë, nga se kësaj ushqimi yt bëhet ushqimi më i mirë, tryeza jote bëhet tryeza më e begatuar dhe më e shpërblyer tek Allahu te bareke wa taala. Nga këto, të nderuar vëllezër, ushqimi, ndarja e ushqimit me të tjerët, në të vërtetë është prej treguesve, është prej atyre shenjave, prej atyre tipareve që flet edhe për fetarin tonë. Ne si besimtar e kemi përmendur sa herë, besimin ton nuk e dëshmojmë me pretendime, me fjalë, e dëshmojmë me vepra. Dhe kur Muhamedi alayhis salatu wassalam është pyetur se si ta dim se dikush e ka islamin më të mirë, e ka fetarin më të mirë, ka thënë nëpërmjet 2 tipareve. E para kur ai e ndan ushqimin me të tjerët, dhe e dyta kur ai i përshëndet ata që i njeh dhe ata që nuk i njeh. Pra, jep ushqimin e tij, ndan pasurinë e tij me të tjerët, dhe derisa u jep selam u bën me dije të tjerëve se ai nuk paraqet rrezik për ta, përkundrazi, ai është dikush që dhuron nga shpirti i tij, por dhuron edhe nga pasuria e tij. Këshilla tjetër që Imam Suyuti ka përmendur, Allahu mëshiroft, ka të bëjë me çarjen nga frika Allahu te bareke wa taala. Ka thënë që fëmijët kur të friksohen, çajnë. Ne besimtarët duhet që ta kemi frikë Allahut te bareke wa taala dhe të çajmë nga kjo frikë, nga se për te emocioneve kjo frikë është besim. Dhe ne përmendëm qysh në fillim të ligjëratës që etika në përgjithësi është e vlerësuar, por etika fetare për shkak të përmbajtjes fetare dhe për shkak të aspektit akaidologjik, pra të përmbajtjes doktrinare që ka, ajo është e veçantë. Dhe kësaj kur ne flasim për frikën dhe të çarit nga frika prej Allahut te bareke ve teala, kemi parasysh një koncept të veçantë. Të qash nga frika Allahut te bareke ve teala, nuk kupton që të kesh një zemër të butë, jo një zemër të vrasht. Sepse zemra e cila nuk çan është përshkruar si zemër e vrasht dhe jo vetëm. Njëri prej asketëve të mëdhenj, Malik ibn Dinari, Allahu mëshiroft, ka thënë se nuk ka dënim më të madh për një zemër se sa vrasësia. Pra e ke bën një gjuna, e ke bën një mëkat, dhe as edhe një herë të vetme nuk ka rrjedh një lot nga syri yt,
dije se zemra jote është dënuar. Dije se zemra jote është dënuar për shkak të mëkateve që i ke bërë. Dhe kjo vrasësi që e gjen në zemrën tënde është pasojë e mëkateve që i ke bërë. Prandaj ne si besimtar na duhet që nga frika Allahut te bareke ve teala të çajmë, nga se kjo flet për besimin ton, flet për zemrat tona të buta. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Idha tutla alehim ayatur rahmani kharru sujadan wa baqiya." Kur besimtarëve të mirë t'ju lexohen argumentet e Allahut te bareke ve teala, atëherë ata përulen në sejdë duke qarë, pra nuk janë të vrajshë, nuk kanë zemra të vrajshta, përkundrazi janë besimtarë me zemra të buta, të cilët çajnë nga frika Allahut te bareke ve teala, dhe për këtë vepër ata, siç edhe janë premtuar, do të shpërblehen tek Allahu te bareke ve teala. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë në ditën e llogarisë 7 grupet e njerëzve do të jenë nën hijen e arshit të Allahut te bareke ve teala, dhe në mesin e tyre do të jetë një njeri i cili wa rajulun dhakara Allaha khaliya fa fadat ayna, dhe njeriu i cili kur ka qenë në vetmi e ka përmendur Allahun te bareke ve teala dhe nga frika i kanë rrjedhur lotët e tij, prandaj ky njeri do të jetë i shpërblyer tek Allahu te bareke ve teala. Këshilla e fundit që imami e ka dhënë është që ne, ashtu siç të veçlit, nuk mbajnë inat me njëri tjetrin, edhe pajtohen pas një hasmërie që ju ka ndodhur, po kështu edhe ne të rriturit duhet të pajtohemi me njëri tjetrin. Madje ne kemi arsye dhe shumë më shumë, nga se e kemi motiv besimin ton. Pra, pse ne nuk duhet të jemi të hasmëruar me njëri tjetrin, është se besimi ynë na ka lidhur, na ka bërë vëllezër. Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Innamal mu'minuna ikhwa." Vërtet, besimtarët janë vëllezër. Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar se si vëllezër që jemi, nuk duhet që ta xhelozojmë njëri tjetrin, t'ia kemi zilin njëri tjetrit, t'ia kthejmë shpinën njëri tjetrit, ta lëm të vetmuar njëri tjetrin. Jo, ne duhet që ta përkrahim njëri tjetrin, dhe ne nuk duhet që ta bojkotojmë njëri tjetrin më shumë se 3 ditë. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam: "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3." Nuk i lejohet një besimtari që ta braktisë vëllain e tij më shumë se 3 ditë. Yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis-salam. Takohen në rrugë, ky ja kthen në shpinën vëllait, ky ja kthen shpinën vëllait. Kështu nuk duhet të jenë besimtarë. Prandaj ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam që ai i cili e merr nismën e pajtimit është më i miri. Pra ai i cili e sheh vëllain e tij me cilin ka pas një problem, nuk janë pajtuar për një çështje të caktuar, janë hidhruar me njëri tjetrin, nuk kanë folur me njëri tjetrin, ai i cili në moment kur e takon e përshëndet me selam, pra ofrohet për të pajtuar me të, ai është më i miri. Për këtë arsye, të nderuar vëllezër, ne nuk guxojmë që ta bojkotojmë njëri tjetrin, për faktin se bojkotimi është i gabuar, dhe pajtimi ndërmjet nesh është ajo vepra e cila, madje në terminologjinë profetike, ka vlerë më të madhe se agjerimi, namazi dhe sadakaja vullnetare. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam kësaj: "Ela ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqa." Atë ju rrëfej për ditë që është më e mirë se grada e agjerimit vullnetar, e namazit vullnetar, e sadakas vullnetare. Tham po, tha: "Salahu dhatil bayn, fa inna fasada dhatil bayn hiya al-haliqa." Tha: pajtimi ndërmjet jush, sepse prishja e raporteve, hasmëria, zemrimi, hidhrimi, shkputja e raporteve
është rrojse, si qëndron në një verzion tjetër, la aqulu tahliku ash-sha'r, walakin tahliku ad-din, nuk po them se ky raport i prishur ndërmjet jush është brisk rroje për kokën, por është brisk që rruan fen tuaj. Pra ne duhet të pajtohemi nga se prishja e raporteve ndërmjet nesh është brisk me të cilin feja jon rrezikon që të mos ketë efekt. Ajo me të cilën të nderuar vëllezër do doja ta përmbyll këtë mesazh është fjala e imamit të madh, e dietarit të sunetit, imamit të njohur Ahmed ibn Hanbelit, i cili ka thënë kësaj: çfarë dobi e ke në qoftë se vëllai yt për shkak tëndin shkon në zjarrin e xhehenamit. Pra, derisa jemi në këtë botë, fale vllain tënd, pajtohu me vllain tënd dhe mos lejo që ai për fajin tënd të shkoj në ferr. Të nderuar vëllezër, nga këto këshilla të Imam Suyutit, ne kuptuam se për të qenë i dashur i Allahut xhallahu ala, për të qenë evlija i Allahut xhallahu ala, duhen vepra. Madje duhen vepra cilat e rregullojnë lidhjen tonë me Allahun te barek ve taala fillimisht, e pastaj edhe lidhjen tonë me njëri tjetrin. Vetëm kësaj mund të jemi evlija të Zotit, vetëm kësaj mund të jemi fetar të vërtet, vetëm kësaj mund të jemi besimtar të sinqert dhe mund ta përfaqësojmë fen tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Allahun e lutim që Allahu të na mundsoj të jemi në dobi të tjerëve, të largojmë urrëtitjen, smirën, xhelozin prej nesh. Allahun e lutim që Allahu të na falë për gabimet dhe lëshime dhe Allahu të na ketë nën kujdes në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.